Në shekullin e 19 në Angli, Irlandë dhe Skoci, u nis të eksperimentohej me kryqësimin e dy racave të qenve, atij të bulldog dhe terriers, qenve të gjahut, duke kërkuar për një racë qenimi një kombinim të forcës dhe fizikut atletik. Rezultati ishte një qen ku mishëroheshin të gjitha virtytet dhe atributet e një luftëtari: forca, guximi, butësia me njerëzit. Emigrantët solën këtë kryqëzim të bulldogut dhe terrier në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shumë talente të American Pitbull Terrier vazhdojnë të demonstrojnë sot shkaftësinë, duke konkuruar me sukses çdo racë tjetër. Ata janë të fuqishëm dhe atletik. Meshkujt kanë një trup mesatar, ndërsa femrat mund të kenë një trup pak më të gjatë se sa lartësia e tyre e krahasuar me meshkujt. American Pitbull Terrier është një racë me ngjyrë nga më të ndryshmet. Karakteristikat thelbësore të kësaj race janë forca, besimi dhe entuziazmi. Janë shok të mirë dhe gjithmonë janë shquar për dashurinë e tyre ndaj fëmijëve. Kjo lloj race u krijua për ndeshje, për të qenë agresiv kundrejt kafshëve dhe jo ndaj njerëzit. Për këtë arsye, American Pitbull Terrier nuk janë zgjidhja më e mirë për qenëroje, pasi ata janë jashtëzakonisht miqësor me njerëzit, madje edhe me të huajt. Ata kanë një shkallë të lartë inteligjencë. American Pitbull Terrier gëzojnë sot 18 patenta pune të ndryshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duke qenë se janë një racë e fuqishme dhe tejet e shkathët, ata përdoren në disa lloje sportesh të ndryshme, që asnjë racë tjetër nuk është e zonja të arrijë. Për shembull, kërcim së larti, kërcim së gjati, tërheqje peshash të rënda, hedhje disku e të tjerë. American Pitbull Terrier lëviz me një qëndrim të vetkënaqur, besim, duke përcjellë në këtë mënyrë përshtypjen se ai pret çdo minutë për të parë diçka të re dhe emocionuese. Një American Pitbull Terrier me emrin Stubby është qeni heroi luftës së dytë botërore, më i dekoruari në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.